Sot miq ju përshëndes nga shtëpia e re Onovo. Siç e shikoni, është një ambient fantastik, ja dhe kuzhina e re që është bërë këtu, që është një kënaqësi të rish. Jo vetëm të rish, e të gatuash e të shijosh e të ndonjë gjë. Më pëlqen shumë sepse është me të vërtet një ambient fantastik, shumë bukur, ha? Unë u kënaqa. Nuk e di, do bëjmë një video për ta treguar ndoshta çik më vonë. Po gjithsesi unë po përshëndrohem tek receta. Pse prandaj dhe kam ardhur me këtë tortën me kreme etj, torta mimoza, kush ka librin tim të parë ka gjen aty. Kush nuk e ka, unë do ta shpjegoj, do ta gjeni edhe të shkruar tek faqja ime në Instagram. Ndaj dhe bëra këtë tortën pra me krem për t'i uruar, për të thënë le të themi, për t'i uruar një qëndrim të mirë në këtë shtëpi të re Onovos. Mirë, po filloj me njerë me recetën për ato që kanë dëshirë të ta gatuajnë, ta përgatisin këtë tortë në shtëpi. Kjo është torta mimoza që siç thash e gjeni tek libri im i parë, po unë do ta shpjegoj gjëra gjatë dhe do ta gjeni dhe të shkruar në faqen time në Instagram. Natyrisht do thoni është vabe, nuk hahen tortat në këtë periudhë, po jo, kjo hahet sepse kjo është një tortë që rin në frigorifer, pra është një tortë e freskët. Më besoni që dele shkëlqyer, unë përgjithësi nuk lavdroj sepse them kushtoj le ta provoj dhe le të nxjerrë konkluzionet vet, nëse vërtet është një tortë që meriton apo jo. Po jap me njerë me përbërësi. Siç e shikoni është një tortë e madhe, me këtë montan 15, 17, varet se sa t'i bëni të mëdha pjesë, domethënë copat juve. Përbërësit për recetën janë këto. Do kemi 6 vezë, të cilat do t'i ndajmë veç të bardhat në veç të verdhat. Pra, për pandispanjë do na duhen 6 vezë. Do t'na duhen 6 lugë ujë ftohtë nga frigoriferi, 250 gram sheqer, një bustin vanilje, 120 gram miell dhe 120 gram niseshter. Një bustin fryrës, 16 gram për torta. Ndërsa për kremin, kremi është një krem pastiqeri ose krem diplomatik që e quajnë. Është kremi i pastiqerisë që bashkohet me panën që rrihet, panën bërësirash dhe ka brenda dhe copat e ananasit. Pra, për kremin e kësaj torte do t'na duhen 500 ml qumësh, 4 të verdha vezës, 170 gram sheqer, do na duhet një bustin vanilje ose një lugë vanilje nëse keni lëng, do t'na duhet edhe 50 gram miell. Pra, këto janë përbërësit për kremin. Tu mbasi të përgatisim kremin e pastiqerisë, do t'na duhet edhe pana, 200 gram pana që duhet e ftohtë nga frigoriferi dhe natyrisht një kuti konserva ananasi 500 gram shiten ato 480, 450 varet si e gjeni ju, që është ananasi, mund të jetë në rotka, mund të jetë në copa, nuk ka rëndësi fare, do t'i prisim më pas, do t'a tregoj unë. Atë filloj një herë me përgatitjen. Për të përgatitur pandispanjë, pra që është baza. Pandispanjë teorikisht nuk ka, domethënë receta origjinale nuk ka fryrës, por kjo është një recetë që më besoni që ja meriton, domethënë dhe pse ka fryrës që brenda nuk ndihet as vezë, as gjë, është domethënë del vërtet e shkëlqyer. Atëherë në një tas dhe do të hedhim të bardhat e vezës dhe 6 lugë ujë të ftohtë nga frigoriferi. 6 të bardhat të verdha do t'i mbajmë veç. Do t'i raj me rasten elektrike, nëse keni nga ato robotët e kuzhinës, do t'a lini 10 minuta që të rrihet pra të bardhat e vezës me ujë, ajo të krijohet kështu një masë e fryrë. Dhe kjo jep edhe këtë butësinë, pra që bëhet kjo kështu pandispanja shumë e butë. Mbasi të kalojnë 10 minuta, do të shtojmë sheqerin pjesë me lugë, duke vazhduar duke rrahur dhe për 3-4 minuta në mënyrë që të na tretët sheqeri. Mbas kësaj, mbasi kemi kaluar pra dhe këto minuta, do shtojmë të verdhat e vezës një nga një edhe ato pra. U përzi një e verdh vezët, do të shtojmë dhe tjetër e kështu me radhë, duke vazhduar të përdorim pra rasten elektrike. Më pas, ne do të shtojmë miellin, niseshten dhe fryrësin, të cilët më përpara kemi kaluar në sit, pra duhet që të biles mirë të kaloni 2-3 herë në sit që të marrë sa më shumë ajër mielli, domethënë me niseshten që ta dali kjo pandispanja baza sa më e butë. Dhe do fillojmë ta shtojmë me lugë, pra niseshten, miellin dhe fryrësin që i kemi përgatitur në tas, që i kemi kaluar në si, do t'i shtojmë dal nga dal këto duke vazhduar, duke përzirë, po me rasten elektrike, por me një shpejtësi më të ulët se radhë. Në këtë rast do të kemi bazën tonë pra të pandispanjës. Natyrisht do shtojmë edhe vaniljen, Unë përdor lëngun e vaniljes, por nëse s'keni lëngun, një lugë përdoru, ju do të përdorni bustinën një bustin vanilje. Kjo është baza, do ta hedhim në një tavë. Tava duhet të jetë 26-28 cm, sepse siç e shikoni kjo del goxha e lartë dhe e madhe. Dhe do ta vini të piqet me 180 gradë në furrë të parangrohur. Pra më parë 45-50, mua për shembull ke furra ime e shtëpisë më deshën 55 minuta, dikur ke furra tjetër më duheshin 45. Domethënë kjo ju do ta kontrolloni, do bëni provën me kruajtës së dhëmbësh. Kur ajo të dalë thatë, atëherë baza është e pjekur. Meqense koha e pjekjes është e gjatë dhe kjo ka një masa e këtij brumi, nuk del si brumi i kekut, por del diçka si e fryrë, sepse janë ato bardhat e vezës që kemi rrahur me ujin që jep atë këtë le të themi këtë përbërje kështu si sfungjer.
Do ta mbuloni, kur shikoni që ajo do të marrë ngjyrë sipër, vuri një letër alumini sipër dhe lëreni që të piqet pra, që të kullojë tamam masa e brumit që të piqet pra të dalë. Siç tash bëni provë dhe vetëm në atëherë ju e keni gati bazën. Do ta lini një 10 minuta në tavë dhe më pas, pra mbasi ajo krem pak si lagështirë, djersit, them unë thonjza, do ta hiqni nga tava, do ta lini që të ftohet plotësisht, do ta lini me njanë, do të merrem me kremin në një tenxherë të vogël, ne do të hedhim qumshin, 500 ml si thash, mirë të jetë me yndyrë, dhe ndërkohë që qumshi po na vaket, po na ngrohet, ne në një tas do të përzihen fillimisht të verdhat e vezëve, 4 verdha vezësh me sheqer, me tel vezësh, nuk është se do përdorim rasën elektrike, derisa na tretet pak sheqeri. Do të shtojmë edhe miellin dhe do të shtojmë edhe vaniljen, lëngun, bustinën, çfarë keni ju. Qumshi ndërkohë që nëna është ngrohur, pra do ta shtojmë dal nga dal kjo masa, këtë tasi ku kemi këto masën e të verdhave të vezësh, sheqerin dhe mielin dhe vaniljen, dhe dal nga dal do ta shtojmë, do ta përzihem të gjitha. Siç e kemi masën, do ta hedhim përsëri në tenxhere duke zier në zjarr me zjarr të ulët, pra me temperaturë të ulët, nëse keni nga këto kështu që janë pianurat që themi. Derisa të trashet dhe lërini dhe një 5 minuta, pra në momentin që shikoni që kremi është trashur, lërini dhe pak, sepse duam që ajo shje mielli dhe vezët mos na ndihet, domethënë kur ne kemi hequr nga, se nuk është se do futet më në furrë kjo dhe thua ok u poqë dhe nuk ndihet më aroma e miellit dhe vezës. E hiqni dhe e lini më njanë dhe këtë që të ftohet pra kremi. Mbasi të jetë ftohur dhe kremi dhe baza Spandispana është ftohur, ne do të trajmë me rast elektrike, do të trajmë panën, pra që kishim lënë në frigorifer dhe ajo të bëhet shumë si masë e ngrirë. Dhe këtë masë të ngrirë në panën do ta bashkojmë me kremin e pastiqerisë, pra që duhet shumë i ftohtë. E përzim dhe kemi këtë masën që quhet kremi diplomatik. Ndërkohë, gjatë kohës që këto po ftohen, ne do të merrem me ananasin, që do ta prisim në copa të vogla, ndërsa lëngun do ta ruani. Pra në këtë moment i kemi gjithë gjërat gati dhe jemi gati për të ndërtuar këtë tortën tonë. Do të marrim bazën tonë, pra pandispanjë që kishim përgatitur, dhe do të presim 1/3, pra sa është një gishtë, do ta presim me thikë, do ta heqim kështu sikur heqim një kapele, do ta lëmë në njanë. Dhe këtë bazën poshtë që është do ta gërmojmë, kështu ti marrim atë tulin që ka pandispanjë, që ka kjo baza, dhe do ta bëjmë në thërime të vogla, siç e shikoni, pra duhen kështu thërime kaq të vogla këto, sepse do t'i përdorim për ta veshur sipër këtë tortën tonë. Atëre bazën, mbasi hoqëm këto thërime, do ta lagim me një penel me lëngun e ananasit që kishim lënë më njanë, pra lagini mirë, sepse jep edhe shumë shije, dhe po këtë pjesën që kishim hequr kështu si kapele dhe këto ta lagim pak me lëngun e ananasit. E mbushim me kremin që kishim lënë më njanë, 2/3 e kremit, ndërsa 1/3 do ta lëm sepse do e lyejmë sipër për të hedhur për të ngjitur këto thërimet. Pra hodhëm kremin, vëm sipër këtë që kishim lënë ja ku dallohet, kjo është si punë si kapak që themu, kjo është pjesa sipër, por nga që ngjitet me kremin dhe me thërimet nuk kuptohet që ajo është pjesë e prerë. I vëm të kapakun sipër dhe me kremin që kishim lënë më njanë e lyejmë sipër të gjithë tortën dhe thërimet që kishim bërë kështu shumë të vogla të pandispanjës, ja ngjisim kështu pak me dorë që të duket sikur është torta mimoza. Do ta ruani në frigorifer, sepse kjo është hajt e ftohtë, siç thash, sepse ka panën, ka kremin e pastiqerisë dhe nuk mund të rrinë në temperaturë ambienti. Kështu që pra duhet ta ruani dhe ta konsumoni të freskët. Po mirë, kjo është receta ime për sot. Unë tani do kënaqem këtu me ambientet e Ornovës, sepse më pëlqen shumë se kanë me të vërtet, nuk e di do rinja 2 orë, më duket se s'do hiki shpejt. Mirë, pra bashkë do shihemi përsëri herën tjetër me një recetë.